Përshëndetje të nderuar. Kjo është video e dytë për sonte, e datës 7 prill 2026. Data 7 prill e vitit 2026 që paraç sa është paralajmëruar nga Donald Trump, konsiderohet një natë para një kataklizme të paparë deri më tani, së paku në lindjen e mesme. Andaj, e pashtë udhës që ta të ju drejtohem edhe me një video tjetër, e ndoshta edhe me të tretën për sonte, për të shpjeguar disa momente që ndërlidhen me sukseset apo dështimet e Donald Trump në këtë luftë, së bashku me Izraelin kundër Iranit, dhe në lidhje me atë se çfarë mund të ndodh tani e tutje. Videon më mërmenja se nuk do ta zgjas shumë. Miq, me 1 mars, do më thonë 36 orë pas fillimit të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit, presidenti amerikan Trump i u drejtua popullit të tij duke shpallur vrasjen e udhëheqësit iranian Ali Khamenei dhe duke u mburur para popullit të tij dhe para botës me atë që e konsideroi një fitore spektakolare për Washingtonin. Entuziazmi i tij e shtiu atë që të parashikonte se lufta e tij e ndezur dhe eliminimi i udhëheqësit iranian do të çonin patjetër në një kryengritje gjithpopullore në Teheran dhe natyrisht rrëzimi i regjimit të atjeshëm. Me rrëzimin e sistemit politik që lindi pas revolucionit të vitit 1979, atë botë kur bie shahu dhe vije Khomeinin në pushtet, sipas Trump do të hapeshin rrugët për krijimin e një rendi të ri sipas standardeve, kërkesave, urdhëresave dhe dëshirave të Washingtonit zyrtar. Me të njëjtin ton mburjeje foli atë botë edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke i bërë thirrje popullit iranian që të dalin në rrugë në numër sa më të madh, që ta dridhin tokën dhe qiellin e Iranit dhe ta marrin kontrollin e vendit, respektivisht fatin e tyre në duart e tyre. Dhe sipas asaj deklarate të asaj dite të Benjamin Netanyahut, populli iranian tani e tutje do ta ketë si vend mik dhe si popull mik Izraelin dhe administratën e tij të luftës. Trump gjatë gjithë kohës e ka promovuar fushatën e tij ushtarake, si para lufte, si pas lufte, si një luft apo të them një fushat morale, me synim çlirimin e popullit iranian. Bile i paraqiti në fillim sulmet kundër Iranit, e që në fakt ndezen lindjen e mesme si një luftë për paqe në lindjen e mesme. Shkatërrime të papara në emën të një lufte për paqe. Por, në një kontradikt të hapur, që edhe fëmijët e shkollës fillore do ta shihnin dhe do ta vërenin qartë se është kontradikt, ai kësaj lufte për paqe i dha emrin, ju kujtohet, zemrimi epik, që i bie shkatrim në përmasa
totale. Këtë zemrimin epik e përshkruajti si një nga sulmet ushtarake më të ashpra që ka parë bota. Dhe këtë e thot në fjalimin që e mbajti nga rezidenca e tij Mar-a-Lago në Florida. Dhe këto, me që ishin të parat të tilla, nuk mbeten të fundit. Jeni edhe jo dëshmitar të deklaratave të tij, shpjegimeve të tij, kontradiktave të Donald Trump me njerëzit e afërt të tij, si ministri i mbrojtjes, sekretari i jashtëm Rubio dhe mbase edhe zëdhënësit e shtëpisë së bardhë. Se a i bën si lapsuze, si një njeri që nuk i nje rrethonat dhe nuk e nje geopolitikën dhe diplomacin, apo i bën të qëllimta, mendimi im personal është me sa vijon. Ende nuk besoj dhe nuk dua të besoj se Amerikanët ja lënë në dorë fatin e tyre dhe shtëpin e bardhë një njeriu i cili nuk di se çfarë flet. Është e pamundur për mua të besoj se mbi 50% e Amerikanëve kanë votuar për një njeri i cili nuk i nje këto gjana. Andaj, duke qenë në këtë pozicion unë, një njeri që nuk beson se Donald Trump nuk i nje këto gjana, më krijohet përshtypja dhe bindja se është një aparatur organizative për rreth Donald Trumpit që i sugjerojnë, mos të them e mësojnë, se çfarë të flet, edhe atëherë kur në opinionin botnor duket se është kontradiktor me fjalit e veta. Tjetëra, mos të harrojmë, miq, është kohë lufte. Është kohë e njërës prej luftrave më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i ka bërë që nga lufta e dytë botnore. Përse them është ma e rëndësishmja, sepse është koha e rikonfigurimit të rendit të ri botror. Është koha kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përballë dy fuqi, dy superfuqi që po pretendojnë ta marrin hakun e tyre, po aq sa pretendon edhe shëbaja e Donald Trump. Në situatë të këtillë, kur Irani është bë strumullari, është bë pellgu, është bërë fusha në të cilën po përcaktohet fati i arshëm të botës, a unë me atë kaqikun tim modest e kam thënë që në fillim dhe shumë herë më parë se loja me Iranin dhe puna e Iranit, ju vetëm tani si Republikë Islamike, por edhe gjatë luftës së ftohtë, edhe gjatë luftës së dytë botërore, edhe gjatë luftës së parë botnore, para saj e pas saj, edhe shumë herë më parë, bile edhe në kohën e hapjes dhe ardhjes dhe përhapjes së Islamit, bile edhe para kësaj, edhe në kohën kur bota sundohej nga dy të ri perandori, atëhere kur quhej perandoria persiane, Iranianët, ky gjak dhe ky gjen i cili sot është duke i qëndruar këtyre bombardimeve dhe rekatimeve të llahtarshme, është gjeni, është mendësia perandorake në teritorin e së cilës erdhi sërish momenti të përcaktohen dinamikat kryesore të rendit të ri botëror. Në një situatë të këtillë, duke e ditur Trump dhe njerëzit e tij përpara, unë mendoj se ia lejojnë vetvetes të përdorin të gjitha mënyrat e komunikimit për ta fut në kurth,
për të nxjerrë në kurth, për të qitë në kurth Iranin dhe për të mashtruar, se do të sulmojmë këndej ka Bandar Abbasi dhe e sulmojnë nga Asfahani. Do të sulmojmë ka jugu, ka deti këndej, e sulmojnë ka deti Kaspik. Do të bëjmë këtë, e bëjmë të tjetër, pra një loj. Për këtë arsye, edhe Iranit është që kjo mendësia perandërake, që fëmi, gra, pleq, burra e njerëz të tërë ditën sot janë lidhë ndër vete dhe i kanë rrethue urat, pikat dhe caqet strategjike, pastaj ato centralet bërthamore dhe pa as një frik presin bombardimet e paralajmëruara nga Donald Trump. Njëjtë kështu, duke përshkruar realitetin e atjeshëm. Prej ditës kur është nis lufta, anëpse nuk i japin mediat dhe nuk i shpërfaqin ato shka ndodhin në Iran, me miliona njerëz, të jeni të sigurt, me miliona njerëz në 10 qytete të Iranit janë duke brohoritur, duke protestuar, me flamuj në dorë dhe duke i kryer ato ritualet fetare, shite, që e tregojnë në mënyrën më të ashpër dhe vendimtare gatishmërinë për të vdekur për atë dheun e tyre. Në një situatë të këtij, duke e ditë Irani strategjinë e shëbave dhe duke e ditë momentin e historik të marrëdhënieve ndërkombëtare, të politikave ndërkombëtare, të interesave geostrategjike të botës dhe të kohës kur po rikonfigurohet jo vetëm lindja e mesme, por edhe bota, Irani paskësh para po dhe paramenduar mirë se çfarë të bëj me udhëheqjen e vet politike dhe fetare dhe ushtarake. Pika të cilën do ta trajtoj këto parafërsisht është ky paragrafi i fundit që e lexova. Që nga ditët e para, deklaratat e Donald Trump, pra me gjithë që kontradiktore në syrin dhe veshin e dikujt, ato vazhdimisht kanë pas një ton triumfal. Sepse një administrat e shtëpisë së bardhë, e shëbave, edhe atë se çfarë mund të prodhoj një luftë e tillë edhe brenda popullatës amerikane. A mund të besoni se sipas sondazhit të fundit, Galupit në SHBA, numri i përkrahësve të Izraelit ka rënë në 32%. Për herë të parë në histori. Ndërsa numri i atyre që mbështesin kauzën palestineze dhe që janë kundër luftës iraniane ka shkuar mbi 36%. Për herë të parë në histori. Po lëkundën gur të mëdhaj edhe brenda popullit amerikan. Ato demonstrata, ato protesta, ato dalje në rrugë të cilat i keni pa dhe jo, po aq sa unë, në 50 shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë zëri i revoltës, zëri i qytetarisë amerikane, kundër një lufte të një anshme, të cilën nuk e mbështeten as edhe bashkëkrijuesit e civilizimit perëndimor. Evropa, Shtetet e Britania e Madhe, nëpërmes kryeministrit të saj Starmer tha, kjo luftë nuk është e jona, që nga fillimi. Vendet evropiane, BE-ja edhe vende brenda NATO-s e refuzuan pjesëmarrjen në këtë luftë. Bile qenë shumë më të zëshme kundër luftës se sa vendet arabe të gjirit persik.
Arabia Saudite, Emiratet, Kuvajti, Bahrejni, Omani. Shumë më të zeshme dalën kundër kësaj lufte, sepse e kanë pa se është luftë e padrejt kundër Iranit me gjithë ato arsyetime për ndrimin e regjimit, për shpëtimin e popullit iranian. Kush po e shpëton popullin iranian nga liderët e tyre, e thash edhe në videon e para 2 ore, po e shpëton Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu po e shpëtua ka popullin iranian nga udhëheqja e tyre. E këta miliona njerëz, hajde 100.000, 200.000 në Teheran, por këta miliona njerëz që kanë dalë anë kënd Iranit dhe po rrinë e po flajnë në për rrugë, në mbështetje të udhëheqjes politike të vendit të tyre. Kush është duke me dhunë kanë dalë, apo të ngjashme. Sido që të jetë, thash që nga dita e parë deklaratat e Trump kanë pas vazhdimisht tone triumfale, duke i pa që to rrethonat të cilat i përshkrova jashtë Amerikës dhe brenda SBA-ve. Në një takim me republikanët me 9 mars, Trump nuk pritoi me quajt luftën kundër Iranit si shëtitje e shkurtër. Më pastaj, në intervistën e tij tashmë të njohur botërisht në CBS News, Trump pretendon se SBA kanë arritur një fitore të madhe dhe të shpejt dhe se lufta po i ofrohej fundit, kanë mbetur edhe pak ditë. Por, ajo që Donald Trump e konsideroi një operacion të shpejt dhe një fitore më e shpejt dhe më e madhe se që edhe e paskëshim programuar dhe menduar më parë, thonte Trump, kjo fitore e shpejt rezultoi shumë shpejt të jetë një dështim i strategjisë së një veprimit të shpejt të administratës amerikane. Këto që i thash tani janë fjalët e analistit të njohur britanik Simon Tisdall, e keni pa edhe jo shumë herë sigurisht, i cili e përshkroi këtë si vazhdim i dështimeve amerikane në Irak dhe në Afganistan. Simon Tisdall thot se ky dështim, me gjithë reklamimet e pavërteta, të paqëndrueshme, të një fitoreje të shpejt dhe të një shëtitje të shkurtër, janë vazhdim i dështimeve ushtarake amerikane në Kuvajt dhe në Afganistan. Po i njëjti Simon Tisdall thot se pavarësisht e përsis ushtarake, SBA nuk arriti të vlerësoj aftësinë reale të Iranit për të reaguar si çdohet dhe për të qëndruar më pastaj për të llogaritur pasojat e luftës, duke e nënvizuar sidomos mbylljen e ngushticës së Hormuzit që ka shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë globale. Simon Tisdall e përmend edhe ngushticën e Babul Mandab, për të cilën fola para 2 ore në video. Në këtë situatë, tepër të paqartë se çfarë do të jetë epilogu me gjithë kërcënimet fillimisht amerikane dhe më pastaj refuzimi iranian dhe kërcënimet iraniane se nuk do të përfundoj ashtu siç është duke trumpetuar Donald Trump, Trumpi sot gjendet i bllokuar dhe lirisht mund të them dhe me përgjithësi i pa aftë
për të gjetë mënyra se si të ndalë luftën dhe të delë faqebardh fillimisht para qytetarëve amerikanë. Njëjtë kështu ndodh edhe me Netanyahun, kundër të cilit ata njerëz që po arrin të dalin nga nën dheu, nën toka, nga strehimoret, në të cilat që një muaj e tepër izraelitët janë duke e vazhduar një pjesë të madhe të ditëve dhe të netëve të tyre. Në mungesë pra të kësaj strategjie qartë, të friksuar se do të humbin shumë para votuesve të tyre, para qytetarëve dhe para botës, së fundmi është shfaqur doktrina tradicionale, ushtarake, izraelite, që bazohet në shkatërrime masive dhe që përfshin fillimisht goditjen e shkollave, të xhamive, të infrastrukturës civile, e kjo doktrin quhet doktrina e dahijes, e cila, siç thash, synon shkatërimin e infrastrukturës dhe shkatërimin apo shkaktimin e sa më shumë viktimave të armikut, në mënyrë që armiku, edhe i friksuar, edhe i revoltuar, të ngritet kundër udhëheqjes politike të vet. Rrjedhimisht të krijohet një balancë e dëshiruar e luftës. Analistë të njohur në botë këtë doktrinën e dahijes, a unë do të shpjegoj pak më poshtë se çfarë është kjo, doktrinën e dahijes e konsideroj si një plan alternativ pas dështimit të strategjisë fillestare, cila ka qenë ajo rrëzimi i regjimit me një goditje të shpejt ajrore, apo edhe me raketime nga lart, por gjithnjë duke menduar se nuk do të shkon as 7 ditë të javës. Ushtarakët e din, është një shprehje, mos them doktrinë tani, që në artet ushtarake quhet prerja e kokës, të cilën, duke menduar se me përdorimin e saj do t'i arrijnë qëllimet Donald Trump dhe Netanyahu, pikërisht duke shpresuar se me këtë metodë, me këtë shprehje, me këtë doktrinë do t'i arrijnë qëllimet, ata, Netanyahu dhe Trump, ranë në kurthën e pikërisht të doktrinës së prerjes së kokës. Çfarë synon doktrina prerja e kokës? Synon eliminimin e liderëve të lartë politik, siç ishte eliminimi i Khameneit dhe i elitës ushtarake, që sipas tyre, sipas kësaj doktrine, do të çonte në shpërbërjen e sistemit. Por miq, jo pse unë po e them, po siç po e shihni edhe jo, lufta nuk shkoi sipas planit. Sepse shumë herë, sidomos në kohët moderne, luftat nuk shkojnë sipas planeve që parashihen në tavolinë. Shembullin më të fundit e keni lufta e Rusisë kundër Ukrainës. Rusia po ka strateg ushtarak të cilët thonë se Rusia po të dëshironte do ta merrte shumë shpejt dhe do ta përfundonte luftën në Ukrainë. Por i shkon për shtati kjo, andaj lufta vazhdon. Unë nuk i besoj kësaj. Rusia në fillim ka menduar se shumë shpejt do ta përfundoj luftën në Ukrainë. Do ta gjunjëzoj Ukrainën, duke besuar se me marrjen e armëve bërthamore të ish-bashkimit sovjetik që kanë qenë në territorin
e Ukrajinës. E që unë mendoj se ky ka qenë gabimi kardinal i popullit dhe udhëheqjes politike të Ukrajinës dhe mashtrimi më i madh që ja ka bërë bota perindimore Ukrajinës, duke e detyruar se ti jepja Rusijës armët bërthamore, se në ashtë zdimi majtë, rrezik me i majtë aty, si kur Qernobili ato tjera, e ne tyje do të mbështesem sa herë që ti ke nevoj, Zoti mos thasht edhe kundër Rusisë në rast sulmimi nga Rusia. Pra, në luftat moderne, jo vetëm prerja e kokës që nuk po funksionua ka, por edhe programet të cilat bëhen, parashihen, skicat që qiten mbi hartë, mbi tavolin, qenë kanë të dënuara të dështojnë shumë më shpejt dhe shumë më letë se në kohët e më pashme. Pse ndodhi kjo? Neve për na interesant sante rasti i Iranit. Për shkak se Irani arriti të përballoj goditjet, të rikuperoj shpejt dhe të përgjigjet me raketa dhe dron kundër Izraelit në ato përmasa që as vet Izraeli dhe as vet shtëpia e bashkë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mund ta paramendojnë. Për te i kësaj, erdhi koha që SBA-ja të kërkoj ndihmën e vendeve perëndimore, ndihmën e botës, të NATO-s për hapjen e ngushticës së Hormuzit, ngushticë kjo që në fakt para luftës ishte e hapur. Do me thonë hop shkëllup me 2 kam në kurthën të cilën vet e kishte përgatitur kundër Iranit. Trump dhe Netanyahu injoruan një moment të cilën një moment të cilën në fakt do të dohej ta kishin ditur. Ne vazhdimisht lexonim dhe dëgjonim se shërbimet sekrete të Izraelit dhe të SBA-ve funksionojnë brenda Iranit edhe në pikat më të ndjeshme të politikës iraniane dhe të ushtrisë iraniane. Megjithatë, nuk pas kishin mund ta identifikojnë ndërtimin mjaft kompleks të sistemit politik të brendshëm iranian, i ndërtuar mbi bazën e institucioneve të shkapërderdhura, të shpërndarëra, si një lloj mbrojtje mozaiku, puzzles, që në fakt e bën të vështirë, mbase edhe të pamundur eliminimin e tërësishëm të regjimit të një populli, të një shteti, në rastin konkret të Iranit. Pas revolucionit të vitit 1979, sistemi politik iranian, gjë të cilën shërbimet sekrete me hesap nuk e pas kanë ditën, është ndërtuar si një strukturë fillimisht e dyfisht. Jo vetëm e dyfisht, e them pak më vonë. Është ndërtuar si një strukturë e dyfisht, institucionale, moderne nga njëra anë dhe infrastrukturore, fetare, revolucionare me ndikim të madh në popullatën nga ana tjetër. Pra, me një anë, sistemi politik, institucionet politike janë zhvilluar në formë moderne, siç veprohet në të gjitha shtetet, arsimimi, institutet kërkimore, arsimore, sporti, pastaj turizmi, pastaj bujqësia, pastaj blegtoria, rrafshet të tëra të jetës janë zhvilluar krahas nevojave dhe dinamikave të kohës me një sistem të quaj modern. Por, në të njëjtën kohë, institucionet fetare, revolucionare, zhvillohen në atë mënyrë sa të kenë ndikim të pakufizuar në pjesën më të madhe të popullit.
Diçka e ngjashme sikur zhvillimi historik i popullit hebrej. Se dia e keni ditur jo, se hebrejt, nuk po flas për Izraelin e tanishëm, por po flas për kombin hebrej, për popullin hebrej, për të cilin kam thënë dhe kam kërkuar nga dy kryeministrat e Kosovës, që të përdorin autoritetin e tyre, që në katedrën e historisë, apo në ndonjë katedër tjetër të ndonjë fakulteti të Universitetit të Prishtinës të futet si lëndë studimore historia hebreje, një semestër, 2 apo edhe më shumë, sepse shqiptarët kanë çka mësojnë nga rrugtimi historik i hebrejve. Megjithatë, në të dy rastet, kërkesa ime, propozimi im, mendimi im shkon në vesh, simbolikisht po them, të shurdhër dhe nuk realizohet. Prap po them këtu botërisht para juve. Historia hebreje do të shpjegohet dhe do të mësohet nga ajo. Do të mësohet ajo dhe ka çka mësohet ajo. Shumë herë edhe në për xhamia, edhe në për tribuna, unë kam shpjeguar me theks të posaçëm, po e bëj një digresion, rastisht, dola në këtë rafsh, në këtë fush, shumë herë kam shpjeguar rolin e diasporës në krijimin dhe sëndërtimin e një kombi, e një shteti, në krijimin e një vetëdije shumë më të avancuar të një populli se sa pa diasporë. Dhe kam shpjeguar në tribuna, në diasporë, në për xhamit shqiptare, rolin e diasporës irlandeze në Amerikë, rolin e diasporës dhe zhvillimin historik të diasporës hebreje në Amerikë dhe në gjithë botën, rrugtimi historik i hebrejve, roli i diasporës turke, sidomos në Evropë, dhe natyrisht roli i diasporës indiane, gjithandej në botë, se çfarë të mira këto diaspora, duke përfituar nga kulturat, zhvillimet, civilizimet ku kanë jetuar, çfarë të mira i kanë sjellë popullit bazë dhe si janë konsoliduar përvojat e diasporës e këtyre shteteve me popujt e tyre që kanë jetuar në gjeografit e tyre burimore. Nisur nga që kjo, nga përvoja ime e leximit të historisë hebreje, kam menduar dhe ende besoj, bin shumë, se leximi i historisë hebreje, sidomos i sekuencës së rolit të diasporës në sëndërtimin e kombit hebrej dhe në krijimin e Izraelit, pa të cilën diasporë kur nuk do të krijohej Izraeli, mund të përfitohet shumë dhe të mësohet ajo që është e nevojshme për shqiptarët në Shqipëri, tek ne në Kosovë si dy shtete, mbase edhe në Maltëzi dhe në Maqedoni. Pra, të kthehem në temë, në vitin 1979, sistemi politik i Iranit krijohet në dy rrafshe, në institucione moderne të avancuara dhe institucione fetare revolucionare. Thash, i përngjet pak popullit hebrej. Përgjatë zhvillimit historik, se kështë të haru me thonën, përgjatë zhvillimit historik, feja, dhjata e vjetër, që është ajo pjesa e parë e Biblës, dhjata e vjetër, ka qenë, e pastaj edhe Telmudi si libri i dytë i shenjtë, ka qenë Shahdamar, si kur mishin dhe thoni, feja hebreje e ka përcjell popullin hebrej të shpërndar në përbot. Kultura e nxjerrur nga ato tekste fetare e kam përcjell hebreun si individ, si familje dhe si shoqëri për gjatë gjithë dyndjeve mbi 2000 vjeçaren në botë. Pra, e kanë ngjiz
fejen me gjakun, me lëkurën, me mishin, me kocin dhe e kanë bërë një. I vetëmi ta quaj faktori numër 1 që e ka ruajtur popullin hebrej nga kjo është nga zhdukja, për shkak se logjikisht shumë ma lehtë do të zhdukeshin, për shkak të dyndjeve, për shkak të gjenocideve dhe vrasjeve që janë bërë, sidomos në Evropë. Sidomos në Evropë, nga kombet dhe shtetet evropiane, fal kujdesit dhe ngjizjes së kulturës me fen e tyre dhe fal shteteve islame, të cilat i kanë ruajtur dhe i kanë ruajtur, prap po them, nga çdo e keqe, sikur të ishin të njëjtë me popullatën muslimane shumicë, fal këtyre dy faktorëve, hebrejt kanë arrit të ruajnë qenjen e tyre dhe në fund, edhe për shkaqe të tjera, edhe për interesa të tjera geopolitike dhe geostrategjike të Britanisë fillimisht, e të Francës, e të Hollandës, e së fundmi edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e krijojnë shtetin e tyre. Kjo pjesa e fundit geostrategjike, geopolitike, por derisa po flas për atë sekuencën e institucioneve fetare që kanë ndihmuar hebrejt të ruajnë qenjen e tyre kombëtare, kjo pjesë pra është shumë më e rëndësishme dhe këtë dua ta potencoj edhe tek rasti i iranianëve. Garda revolucionare luan një rol qendror dhe përfshin 32 komanda rajonale me kapacitete shumë interesante, të pavarura ushtarake prej njëra tjetrës. Një prej arsyeve kryesore se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli spaku deri në këto momente nuk kanë arrit që me gjithë shpalljen e triumfeve, të fitoreve, shëtitjeve të shkurtra, nuk kanë arritur as përsa afërmi synimet e tyre. Ju ka ardhur puna pra Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit të kërkojnë ndihmën edhe të arabëve edhe të evropianëve për të hapë leje për të rrëzuar ma regjimin dhe për të qitë në dy gojë Iranin, por për të hapë së paku ngushticën e Hormuzit dhe i ka ardhur puna ma tepër se kaq që të përmendet në zyre të ndjeshme, jo vetëm në Shëba, por në botë, se a do ta përdor sonte Donald Trump bombën atomike, armët bërthamore për ta gjunjëzuar Iranin, apo si ishte Netanyahu për ta shuar civilizimin persian. Që kjo doktrina e dahijes rrjedh, fjala dahije rrjedh nga një lagje e Beirutit. Kur futet në funksion kjo? Në vitin 2008, miq, generali izraelit Gadi Eisenkot, që po udhëheqte ekspeditën ushtarake izraelite në shkatrimin e Beirutit, e përfol, fillimisht e praktikon, e përfol këtë që më vonë do të quhet doktrina e dahijes. Çka i bie doktrina e dahijes? E përdorur fillimisht pak në vitin 2006, e më pastaj në 2008, sulm të lahtarshëm në të gjitha anët. Shkatrim masiv i infrastrukturës së armikut, 2. Ndëshkim kolektiv i popullsisë dhe 3. Krijim i një presioni psikologjik të padurueshëm të popullit që të ngriten kundër udhëheqjes politike të tyre. Doktrina e dahijes është përdorur pra në 2006 në Liban, në 2008 në Liban, në 2023 në Gaza, deri tani më
pak para ndaljes, ta quajnë thojza ndaljes së luftës dhe masakrave që pëbohen mbi palestinezët e Gazës, tani më është në tavolin duke u diskutuar e mund të futet në praktik nga sante me bombardimet e mëdha që pritet ti bëj shëbaja Donald Trump mbi Iranin. Thelbi i kësaj doktrine është shkatërrimi i zonave sa më të gjëra, civile dhe krijimin e një ambienti në popullat në atë mënyrë që ose dohet të dorëzohemi ose po shkojmë krejt, po na vrasin krejt. Megjithatë, Irani, shiqoni tash, ka njerë po thëmë, qysh nuk i kanë ditë këto sene me gjitha të shërbime mrena, bre. Irani ka ofër 1.600.000 kilometra katror, si përfaqe. Me mbi 90 milion, ofër 100 milion banor. Ju kom thënë njëre, Irani, Turkia dhe Egjipti kam parafërsisht njëjtë banor, që aty 85-100 milion, që aty janë të tri këto shtete. Përveç që ka një sipërfaqe 1.6 milion, 1.580.000 kilometër katror, që i bje 4 herë e gjysmë ma shumë se më e madhe se Gjermania e tanishme, të dy Gjermani që jenë bashkue. Imagjino, sa 5 Gjermania është territori i Iranit. Dhe me një dhunti të mahniqme të Allahut të madhreshëm. Me male, me shkrepa, me rafshe, me bregdet, me pasol, me portokaj, me mandarina, me... Do më thënë, toka e Iranit nga nalë të kë liqeni Kaspik apo deti Kaspik, e poshtë ka të Bandarabasi që bie këndej ka Pakistani, në këtë rajon nuk ka diçka që i dohet një popull e një shteti që nuk e ka brenda Irani. Në një kohë, në të njëjtën kohë ke skijim, në të njëjtën kohë ke plazhe, në të njëjtin shtet. Nëse mos ta glorifikoj. Në situatë të këtil, me 1.6 milion banor, si që përmend edhe Paul Rogers, njeri i njohur, analisti, shkriptari i njohur britanik, thotë se në situatën që është tani Irani, në pozicionin strategjik, me ngushticën e Hormuzit para hunve, dhe si pjesa më e ndjeshme nga ku aty kalojnë rrugët kryesore të botës, nalt edhe ish rruga e Mandafshit, ku parashihen të ndërtohen kanalet dhe tubacionet e gazit dhe naftës, nga ku në fakt Rusia dhe Kina dëshiron të shikon dhe të ketë në pëllëm lindjen e mesme, është e pamundur që të funksionoj bile edhe doktrina e dahijes. Edhe nëse i shkatërron të gjithë, është e pamundur, pa qenë vullneti i përbashkat i udhëheqës dhe popullit të gjunjëzohet Irani. Nën rrethana të këtilla, nën rrethana të këtilla, të konsiderojmë, mos thëmë tash të bindur, të konsiderojmë se Irani i di të gjitha këto, natyrisht se i di. Të konsiderojmë se edhe Izraeli dhe Shëbaja, me gjithë gabimet strategjike, si pas analistëve amerikane, britanike, botnore, gjermane, jo vetëm të mijan, me gjithë gabimet strategjike, të konsiderojmë se i din këto çështje, dhe si të tillë që janë, pra, asnjëra nuk lëshon pe, çfarë do të veproj administrata amerikane e Donald Trump. Prap po e them, si në videon paraprake, nëse nuk ndodh ndonjë mrekulli
nëse nuk arrin Pakistani ta shfrytëzoj pozicionin e vet, përpjekjen e vet, i ministrit të jashtëm që është hungarend me ditë të tëra andeje këndej, nëse vendet arabe të gjirit nuk japin shenja serioze se shkatrimi i Iranit do të jetë në fakt humbje kardinale edhe për ta, dhe nëse Turqia dhe vendet e tjera nuk japin sinjale se goditja e Iranit në mënyrën si po kërcënon Donald Trump dhe Izraeli do të jetë shkatrimtare dhe shumë e dëmshme edhe për ta, siç deklaroi Britania e Madhe para pak ore se e refuzon përdorimin e bazave ushtarake nga aty të ngriten aeroplanet dhe infrastruktura ushtarake për të bombarduar infrastrukturën civile të Iranit, kundër shkatrimit të Iranit. Pra, nëse këto nuk veprojnë, nuk dalin në pa dhe nuk këmbgulin, e nëse Pakistani dështon, atëherë nuk mbetet tjetër pos të pritet nën ankth realizimi i asaj që e ka deklaruar dy ditë në gjitës Donald Trump, se do ta shuaj përjetësisht qytetënimin persian iranian dhe se Iranin do ta kthen në kohën e gurit. Mos thash Zoti, jemi në pritje. Natën e mirë.